Si e ke zgjidhur këtë gjë, pjesën e edhe le të themi të medikamenteve? Çfarë ndjek ti? Me Gajan dhe vazhdoj njësoj dhe me Brelin, kam zgjedhur homeopatiken, pra mjekësit alternative, po nuk janë alternative, se më vjen gjuna që quhen alternative, përsa këto janë mjekësia që neve na ofron natyra. Unë kam qenë gjithmonë kështu. Për vitesh të tëra, vite vet, ndiqem nga mjek naturopat dhe kam qasje komplet tjetër në raport me medikamentet. Unë vonë kam kuptuar që vuaj nga endometrioza, një arsye tjetër e cila më shastisi kur kuptova vonë. Pra le të themi ishte mungesë informacioni, sepse unë kisha të gjitha simptomat, sepse edhe endometrioza është një pra po flitet vonë, shumë vonë. Dhe prandaj edhe zbulimi duhet jetë i hershëm logjikisht edhe nga nënat pikërisht, po flas edhe në aspektin e informacionit mjekësor që nuk i kanë dhënë zë shumë, edhe nëse mund ta kenë ditur, nuk i kanë dhënë zë. Pra e kanë parë si diçka tejet normale.